në këtë mes një pjesë e Paris shqiptare preferon të më mirë postet deri në fund, deri në vitin 1912 e sultanit, se sa të dilte kundër sultanit për të krijuar një Shqipëri të pavarur. Dhe kështu ndodhi ajo simbiozë ndërmjet qeverisë turke dhe në farë mënyre tyre shqiptarëve të cilët në një mënyrë ose në një tjetër arritën që të bëheshin liderët të kësaj perandorie. Ka 30 e ca, mbi 30 e larta. Kryevezir, do më thënë, një familje shumë e njohur, familja Qupërli për shembull, do më thënë që kanë drejtuar politikat e perandorisë otomane. Problemi është çfarë po bëjnë për Shqipërinë si komb. Shqipëria apo identifikohet në botë si komb vete, apo identifikohet që nuk është turke, apo identifikohet që shqiptarët janë zotër të vendit tyre dhe një racë e cila meriton që të ketë qeverinë e vet funksionale, dhe të qeveriset nga një vend, nga Konstantinopoja ose Stambolli, i cili është mira milje larg. Ti duhet të jesh gjendje që të kesh sovranitetin tënd. Por, që të themi prapë ke gjua. Është një dokument, është i vitit 1874, besoj, i cili është në një gjykat në Raguz, në cilin përmendet që një çështje e gjyqi, kishte ndodhur diçka. Përmendet që dëgjova dikë që po fliste shqip në mal. Guillem Ade e ka qartë, në latinisht. Në latinisht. Atëherë, ne jemi Raguz, kjo është Dalmacia, okay? Në qoftë se jemi atje, në Dubrovnikun e sotshëm, okay? Kjo tregon që gjua shqipe po flitet në Dalmaci. Që është larg territoreve aktuale të Shqipërisë. Atëherë në qoftë se ne kemi këtë dokument, i cili tregon që gjua shqipe po flitet atëherë si ka mundësi që ne nuk arritëm të ta shkruanim gjuhën? Si ka mundësi, sepse pastaj me ardhmën e turqëve u fut ky sistemi për të cilën folën. Gjua shqiptare, gjua shqipe është absolutisht thesari më i çmor i kombit shqiptar. Kjo gjuhë që ne flasim. Kjo gjuhë që Fishta thot për shqiptarët që thonë bukës bukë, e në ujit ujë. Kjo gjuhë ne na ka mbajtur si komb. Në qoftë se kjo gjuhë nuk do ekzistonte, atë nuk do të ekzistonte as ndërgjegje kombëtare. Nuk do ekzistonte as ideja e brendshme që unë i përkas një kombi të lashtë. Unë jam shqiptar. Dhe si shqiptar i përkas një kombi i cili ka drejt që të jetojë densisht. Pra turqit, me ardhmën e tyre e pren këtë dhe përveç përpjekjeve të klerit katolik, do filloj që nga Gjon Buzuku, Pjetër Bogdani, Frank Bardhi, gjithë tjerët, të cilët u përpoqën që ta mbanin zjarrin e asaj gjuhë të gjallë, duke shkruar, ne vim në fillim të shekullit 21 me një vend të cilit akoma nuk i lejoi që në tokën e tij të flitej gjuha e tij. Të kishte shkolla, se patjetër ata nuk mund shkonin që të ndalonin se si flitet në shtëpi, se përndryshe s'do kishin vazhdimsinë. Por nuk lejonin krijimin e shkollave. Dhe kjo është krimi më i madh që perandoria otomane mbas shumë tjerëve, ndërmjet shumë tjerëve ka bërë ndaj kombit shqiptar. Po është edhe një veçori tjetër e kombit shqiptar, në krahasim me kombet ballkanike, siç e përmendej indirekt. Fakti që kur e pyet një shqiptar çfarë je ti, ai thot jam shqiptar dhe jam shqiptar musliman. Jam shqiptar musliman nga Kosova, jam shqiptar musliman nga Çamëria. Kur e pyet një serb, ai thot jam ortodoks. Pastaj thon serb. Po është ajo identifikimi që tham, identifikimi i kombit me fen, që në Shqipëri fal Zotit nuk ka ndodhur, ose ndodh në përmasa shumë të vogla. Ne jemi përpara shqiptar, pastaj ne kemi të drejtën e zgjedhjes që të jemi të krishterë, ose musliman, katolik, ose ortodoks, suni, protestant, ose gjithçka tjetër që ne duam zgjedhim. Pra, shiko, këtu shkojmë edhe një nocion tjetër. Fakti që ne jemi shqiptar, në vetvete tregon vullnetin e Zotit për atë që ne jemi. Ai ka zgjedhur që ne të jemi shqiptar. Në qoftë se ne tani themi që jo, ne nuk jemi shqiptar, por ne jemi turq. Atëherë ne në një farë mënyrë mohojmë zgjedhjen e tij në jetën tona, në mënyrën se si ai na ka zgjedhur ne. Pastaj zgjedhja e besimit është diçka tjetër. Mund ta ndrosh më vonë, mund ta ndrosh, mund ta zgjedhësh,
Dhe Zoti vetë doj që ne të kemi lirinë e zgjedhjes, që nga fillimi, që nga kopshti i Edenit, në qoftë se shkojmë atje. I dha Adamit të drejtën e zgjedhjes. Se nuk do më thënë, pra, që të shkojmë tek ajo për cilën po flasim. Fakti është ky, që shqiptarët kanë pasur gjithmonë sensin e mirë, që fen mos ta identifikonin me kombin. Etnia është diçka tjetër dhe përkatësia jote fetare është diçka tjetër. Po mirë, megjithatë, a shkaktoi kjo faktin që shqiptarët ishin të fundit që të liroheshin nga Perandoria Otomane? Unë mendoj që ka pasur një shkas. Tani, nuk është se shqiptarët në vetmja popullsinë Ballkan e cila u islamizuan. Tillë ishin edhe bosnjakët, okay? Motive tjera edhe ata u islamizuan. Por unë mendoj, më tepër ishte diçka kulturore, do thosha, por që ndikoi nga ky faktor nga faktori cilin ti përmenda. Sepse shqiptarët e shikonin veten të lidhur me Perandorinë Osmane në një mënyrë ose në tjetër dhe mendonin që dobësimi i Perandorisë Osmane do dobësonte edhe interesat e kombit shqiptar. Kjo nuk është gjithmonë e vërtetë, sepse Perandoria Osmane në fund fare kur u detyrua i lçoi tokat shqiptare, që nga Kongresi i Berlinit e në gjitha luftat ballkanike i përdori si plaç tregu. Pse? Sepse kishte frikë nga fuqitë e mëdha. Okej. Tani me që jemi këtu, po ndryshojmë ti që po bim më afër pavarësisë. Sa ishte pavarësia një akt shtetformues i brendshëm? Apo ishte më tepër reagimi i ngutshëm nga rreziku i coptimit të shteteve ballkanike? A vinte kjo vetvetiu apo më tepër nga rreziku i coptimit? Duke parë rrezikun e coptimit, u shpallë pavarësia. Të gjitha bashkë. Nuk mund thuhet që njëra ose tjetra, ose këto të vijnë si dy parametra që janë kundër njëra tjetrës. Nuk janë antagoniste, po janë diçka e cila punon së bashku. Tani, meqense e përmendëm të atëherë, po vim këtë fakt, mbasi Gjon Turqit erdhën prapë në pushtet. Është viti 1908. Okay. Domethënë, Gjon Turqi nuk shënqen po them, atëherë ku u formuan, meqense ndëronin që të bënë ato ndryshimet, erdhën pushtet dhe në prill të vitit 1909 ndodhi depozimi i Sultan Abdulhamitit. Okay? Atëherë, fqinjet tanë, duke përfituar nga dobësia e Perandorisë Otomane, smell the blood, duke nuhatur që kishte gjak, ke parasysh? Atëherë filluan një sëri luftrash dhe ideja ishte që ta ngushtonin gjithmonë më tepër Perandorinë Osmane, po kjo të Perandori Osmane në kurrizë të kush do ngushtoj në kurrizë të trojeve shqiptare. Kështu që ne ram viktim e asaj që ndodhi, ram viktim e dobësisë Perandorisë Osmane nga një anë, smurit Bosforit, si quhet, dhe nga ana tjetër ram viktim e makutrisë, e dëshirës së këtyre fqinjve për të plaçkitur territoret shqiptare. Domethënë, tani, kjo lloj parametri, ky lloj veprimi ose këto lloj ngjarjesh, këto lloj aktesh, njëra mbas tjetër, kanë atë domino efekt. Vjen njëra, vjen tjetra, krijuan ke udhëheqësit shqiptar të kohës iden që nëse ne nuk shpejtonim dhe bënim atë që duhet bënim për ta shpallur këtë komb si të pavarur, atëherë ne do vazhdonim, atëherë gjakderdhja jo vetëm do ishte ajo që ishte, me territoret që po merreshin, do vazhdonin të merreshin, por ne ekzistonim, ne vinin pyetje ekzistencën tonë si komb. Kështu që Ismail Qemali, i cili në fillim përkrau Gjon Turqit, tani ishin dy rryma brenda Gjon Turqve. U bë një kongres në Paris, ishte një rrymë e cila donte të jepte më tepër, ishte më liberale, si mund të themi, kryesohej nga një princ, Sadeddin duket si Sabahin, dhe rryma tjetër ishte një tjetër që luftonte vetëm për nacionalizmin turk. Ismail Qemali bënte pjesë ke rryma e parë, që për kushtet e Gjon Turqve ishte rryma më pozitive. Nuk ishin pozitiv, po brenda atij realiteti ishte më pozitive. Dhe këta njerëz, dhe patriotët shqiptarë, duke parë që interesat e Shqipërisë po viheshin rrezik, atëherë menduan që ata duhet vepronin me shpejtësi, sepse po mos vepronin, atëherë do ndodhte më e keqja. Tani ka edhe një faktor tjetër. Që këtyre kohërave ishte filluar arsimimi shqip. Pse e bëm atë lidhjen?
arsimimi shqip e rriti në nivele shumë të larta ndërgjegjen kombëtarëve të shqiptarëve. Që nga koha e Korçës, ishte formuar normal janë Elbasani. Përpara pavarësisë, Luiç Guraku që ishte drejtori i parë i saj, u bën disa kongrese. Kongresi Manastirit. Po, tani aty duhet ndalemi se ajo është një ngjarje e cila unë mund ta vë pothuajse në të njëjtin nivel me pavarësinë. Ngjarja e Kongresit Manastirit. Që lidhet nga fakti i gjuhës që përmend. Njëra solli tjetrën. Por të kthehemi ke pyetja, dhe mund të flasim për Kongresin e Manastirit, që është i vitit 1908. Janë të dyja në nëntor, nuk jam larg njëra tjetrës. Pothuajse një javë, diçka e tillë larg. Po. Domethënë, në qoftë se shqiptarët ndërkohë kishin marrë shkollim gjuhën shqipe, në gjuhën e nëmës, dhe po e kuptonin qënien e tyre, atëherë kjo patjetër që solli një botkuptim shumë më të madh tek ata. Prandaj arsimi është kaq i domosdoshëm, sepse i absolut një populli e bën të kuptoj se kush është, e të bën të kuptoj vlerën që ka. Është si ai njeri i cili mbahet i shtypur për një kohë gjatë dhe me vete mendon që unë nuk bëj dot asgjë. Unë nuk jam gjendje për të bërë asgjë, unë do jem gjithë jetën në shtypur. Një lloj skllavërie kulturore, mund të themi. Por në momentin që hapet bota dhe ai shikon se ai është në gjendje që të bëjë diçka, atëherë fillon një botkuptim tjetër për botën. Qofse mund të sjell një shembull, është tamam si ne shqiptarët e Shqipërisë, që jetonin në atë regjim kriminal atje, ku ishim gjithë mbyllur, dhe nuk na jepet mundësia që të shfaqnim vlerat tona personale, kombëtare, krajinore. Okej? Ndërkohë që në këtë vend na jepet plotësisht mundësia që ne të shprehemi se kush jemi. Prandaj ne kemi ka shumë shqiptar sot, të cilët megjithmonë që po ecin përpara, po shkojnë në universitetet më të mira të këtij vendi, që janë edhe universitetet më të mira të botës, dhe po i tregojnë botës që ne si komb jemi në gjendje që të shkojmë përpara. Kështu që arsimimi ishte një fakt. Tani, përpjekja e gjithë tyre shqiptarëve, Ismail Qemalit, Luiç Gurakuqit, Isa Boletini, i cili ishte duke luftuar, ndërkohë janë kryengritjet e mëdha në Kosovë këto kohë, kryengritja e vitit 1911, nuk duhet harruar kryengritja e Malësisë, okay? Nuk duhet harruar kryengritja e Malësisë sepse për herë të parë u ngrit flamuri shqiptar. Flamuri i Skënderbeut. Ç'do të thotë kjo? Kjo do të thotë që mbas një periudhë shumë gjatë shqiptarët akoma e kishin idenë se kush ishin, kishin përkatësinë e tyre. Tani, flamuri si simbol është simboli i dytë mbas gjuhës. Në qofse ti e ke atë flamurin me shqipen dy krenare dhe e shpalos dikur, ose ke një bluzë, si të veshin studentat e mi, ose diçka tjetër, atëherë gjithë ata që janë rrotull teje do ta dinë se çfarë kombi ti i përfaqëson. Është logo, flamuri është logo jot.